Përshëndetje të nderuar miq të gazetës Lajm dhe Lajm TV. Jemi në emisionin e radhës në pika e takimit. Sot për bashkëbisedues kemi politologun Qanin Uhiu, një njohës i mirë i proceseve politike si në vend po ashtu edhe më gjerë. Sot do të bashkëbisedojmë për disa dukuri dhe fenomene të cilat na kanë ndodhur neve si shqiptar të Maqedonisë së Veriut, që nga fillimi i viteve të 90-ta dhe deri në ditët e sotme. Zotrin Uhiu, mirë se erdhët. Mirësevgjete, faleminderit për mundësinë. Faleminderit për prezencën tuaj. Në vitet e 90-ta u ndryshua sistemi, erdhi sistemi pluralist në vend të atij monist. Shqiptarët i krijuan partitë e tyre politike dhe parashtruan kërkesat për barazi kushtetuese, barazi gjysore, për status të barabartë me maqedonasit. Mirëpo, duket se të gjitha ato kërkesa të elitat politike maqedonase hasnin gjithmonë në vesh të shurdhër. Cili është opinioni juaj si njohës që jeni i proceseve politike? Pse elitat politike maqedonase aso kohe refuzonin të pranojnë kërkesat e shqiptarëve? Që tash ka një distancë kohore prej vitit 90 e këndej kur pat ndryshime dramatike në Evropën lindore, rrënjësore, politike, ekonomike, shoqërore e të gjithë shkajt dhe të sigurisë. Edhe ajo periudhë ka tashmë 36 vjet i bën, që është një distancë kohore nga e cila ne mund të rezonojmë pak ma ftohtë, me argumente dhe të mund të nxjerrim konkluza sadopak kompetente edhe që i rezistojnë kohës edhe argumenteve pse është ashtu. Pra, viti 90 konkretisht solli organizimin vetanak të parë politik shqiptar në Maqedoninë e Veriut, atëherë Maqedoni. Konkretisht do flas për për mua është nga këndi profesional është relevante, është e rëndësishme, procese me 12 prill pra u themelu partia e parë politike shqiptare në Maqedoni, Partia për Prosperitet Demokratik. Edhe mendoj se është një moment i mirë në këtë rast të kujtojmë, edhe të përkujtojmë edhe ato njerëz që tentuan aso kohë të bëjnë diçka me organizim politik, me kërkese, me formulim të platformave, që e kanë mundësinë edhe mund të shënohet si datë, thjesht kështu. Do ishte një freskim për opinionin edhe për ato vetë, se është datë me rëndësi. Pse e them e tash çështja që pyetni ju, kërkesat bazike shqiptare të partisë së kohës, që më vonë lindi dhe Partia Demokratike Popullore, edhe në parlament u futën si koalicion. Ashtu më duket, me sa më kujtohet, 24 plus një deputet, 25 ishtë gjithset, nëse nuk jem gabim, parashtruan kërkesat veçanërisht kur u ridefinu shteti, u soll kushtetuta e re. Nuk u morën parasysh kërkesa shqiptare të atëhershme, bile sa më kujtohet, edhe nuk u votu kushtetuta nga shqiptarët, ata që jenë më të vjetër në mosh e mbajnë mend skenat të atëhershme parlament. Kanë qenë prezent në kuvend, mirë po nuk e kanë votuar. Po, me sa më kujtohet, nëse nuk gaboj, bile dhe nuk u çuan prej vendi, kur ashtu diçka, tash janë detaje këto, që opinioni besoj si mban mend njerëzit e kohës, nuk u pranuan kërkesat, ka disa arsye. E para, atëherë edhe pse u mbajtën zgjedhjet pluralisti, ju shumë mirë e thatë. Pra, vetë pluralizmi nuk nënkupton demokraci vetvetiu, me automatizëm. Të jep një garë, mundësi. Mirë po, në moment që demokracia kërkon edhe traditë, edhe organizim politik, edhe tolerancë, edhe mund shumë, pra edhe ka edhe shumë komponenta tjera që një shtet të quhet demokratik. Nuk mjafton vetëm pluralizmi politik edhe ekonomia e tregut që janë si dy shtilla kryesore. Në atë kohë, me sa mbaj mend une, nuk kam qenë këtu, po kom pas kohë kur vesha, këtu ishte një ambient me inercion nga monizmi, një nacionalizmi shumë të theksuar kundrejt kërkesave shqiptare.
Ashtu që nuk ndryshoj shumë edhe me kalimin në pluralizëm të Maqedonisë, përsëri kërkesa shqiptare nuk u pranuan, qëtërisht se çka mund të bënte subjekti atëhershëm kryesor politik i shqiptarëve. Në ato rrethana shumë pak. Besoni, kur kthehem ndonjëherë dhe mendoj, ndoshta edhe unë kam qenë një si i ri, një nga kritikët e asaj qasje atëherë, mendoj se në ato rrethana në Ballkan, kur udhëhiqeshin 2-3 lufta në Ballkan, në Kroaci, në Bosnjë, Kosova ishte para eksplodimit çdo moment, tentoi të nxitet fronti jugor, që aso koha kishte strategji tjetër të veprimit të partive politike shqiptare në ish Jugosllavi, pra mos kthehemi në të gjitha këto, se na merr shumë kohë. Shqipëria ishte kur u çel, ishte një dëshpërim për të gjithë në atë kohë. Ashtu që mendoj se partitë e atëhershme politike shqiptare ose partia kryesore, PPD-ja, për prioritet i caktoi rrugën e paqes. Sa më kujtohet, ishte një drejtori i Institutit Britanik Mbretëror, Jonathan Ive, nëse nuk gaboj, edhe tha se një deklarat, intervist, se prioriteti i shqiptarëve në Maqedoni është të ruajnë paqen, me këtë më shumë të mund t'i ndihmojnë Kosovës. Besoj se kjo ka qenë ajo konstellacioni i rrethanave politike, se të vetëdijshëm kanë qenë edhe partitë politike maqedonase për fuqinë e faktorit politik shqiptar në Maqedoni dhe në Ballkan, edhe kjo ka qenë arsyeja që nuk u kanë varë veshin fort kërkesave shqiptare, të arsyeshme, kuptohet, edhe mbetën pa u realizuar. Edhe bile edhe ditët e sotme ende ekzistojnë disa dilemat çka është realizuar, çka jo, që nga ajo kohë. Mirë po, është një botkuptim tjetër që ekziston sot, nuk e di si është formuar ai botkuptim dhe ka, domethënë, një bazë të argumentuar. Tani në popullat mbizotron një mendim se Partia për Prosperitet Demokratik ka qenë parti e intelektualëve. Edhe tani, mirë po, kur e themi këtë, menjëherë këto partitë e sotme që janë sikur ndoshta ndjehen në disavantazh, mirë po e kam fjalën si është krijuar ky botkuptim dhe a ishte me të vërtet PPD-ja partia e intelektualëve? Tash është çështje relative, çka ne kuptojmë me intelektual. Shembull, është shumë e rëndësishme motivi pse futeni në politikë. Futeni në politikë gjithsesi për ndonjë interes, po tash ai interesi është personal, është familjar, është një rreth i më të ngushtë, apo është interesi publik. Është e vërtet se partia, thash, e përmenda rrethanat në të cilët u kriju si themi një produkt i idealit shqiptar të atëhershëm. Dhe nga një mlef që ishte akumuluar gjatë nga viti 81 deri në vitin 90. Nga pozicioni shumë i vështirë shqiptarëve atëherë këtu. Edhe sikur ndjekej atë çka bënte Miloševići në Kosovë, këto e bënin këtu. Bile sa disa sende i paraprenin këtu, mandej nëse dilshin të suksesshme këtu i bënin në Kosovë. Ashtu që ishte produkti i mlefit, edhe produkti i idealit. Prandaj edhe a kanë qenë intelektual, po, njerëz me shkollë, një pjesë e mirë, jo të gjithë, se nuk mund të kesh parti krejt me fakultete, por çka do kisha thënë unë? Njerëz më idealist, më të përkushtuar për çështjen e përgjithshme, qytetare dhe kombëtare shqiptare, edhe më të përgjithshëm. Kanë pas tjetër percepcion për politikën, kuptohet në rrethanat e kohës që ishin, ashtu që po të marrëm t'i krahasojmë moralin politik që atëherë mbizotronte edhe në opinione, edhe në partitë politike, edhe në politikë bërje, me situatën aktuale dallim ka bukur shumë. Megjithëse ndoshta atëherë edhe periudha ka qenë më e vështirë në aspekt se për shembull një ministër shqiptar që është emëruar aso kohë, në ato institucionet e veta nuk ka pasur edhe shumë resurse të veta, nuk ka pasur shqiptar tjerë të punësuar edhe me siguri se sfidat për ato kanë qenë edhe më të vështira. Mirë po, përsëri janë disa rezultate të cilat janë arritur. Pa tash, Florian, unë mund të flas nga një dimension ose nga një
distancë kohore, thash 36 vjeçare, si person jo që ka marrë pjesë direkt procesit, se thash nuk kam qenë këtu, po si vëzhgues, mendoj se ka qenë më i vështirë veprimi, po megjithatë ka pas një ideal më i lartë se sa që e kanë politikanët e tanishëm, me përjashtime kuptohet, nuk mund t'i vutim gjithë bashkë, po me përjashtime të ndershme ka, po marrën përgjithësi janë edhe politikanë që për prioritet nuk kanë interesat publike. Po, tani folëm nëse ato partitë i parashtrohen kërkesat e tyre dhe ishin pjesë e institucioneve gjatë viteve të 90-ta, mirë po përsëri kjo mënyra institucionale e realizimit të drejtave dhe kërkesave të shqiptarëve mungoj. Dhe duket se shqiptarët në vitin 2001 ishin të detyruar që t'i marrën armët në dorë për të realizuar të drejtat e tyre. Dhe nëse e shohim nga këndvështrimi i sotëm, ai konflikti, domethënë i vitit 2001 përfundoi me tekstin e marrëveshjes së Ohrit. Mirpo kur e lexojmë sot atë tekstin, a mendoni se gjatë asaj periudhe kemi mund ndoshta ne si shqiptar të nxjerrim diçka edhe më tepër, apo ajo që përfshir në marrëveshjen e Ohrit ka qenë edhe është edhe maksimumi i të drejtave tona? Tash përgjigje më saktë do të jepshin ato që kanë marrë pjesë në hartimin e marrëveshjes, pra mendoj të pala shqiptare, përfaqësuesit politike dhe kuptohet edhe të UÇK-s që kanë qenë në mënyrë indirekte të përfshirë, unë nuk mund t'jap përgjigje as precize, mirë po, se nuk kam qenë pjesë e atyre proceseve, mirë po, e them se është relative, çdo herë mundet më shumë, por mundet edhe më pak. Nuk e di rrethanat brenda si kanë qenë në negociata, e di që ka qenë vështirë të vihet, të thyhet një mentalitet ekskluziv Maqedonas për pronësinë ndaj shtetit, ndaj sovranitetit, por sa tash ajo konflikti armatosur, kryengritja armatosur, i dha efektet e veta, krijoi një situatë ku është dashur të bisedohet, edhe të jemi të qartë. Nuk kanë qenë këto negociata ndërkombëtare. Do të thënë kanë qenë në patronatin e presidentit atëhershëm, Trajkovski, ka pas përfaqësues ndërkombëtar, por nuk kanë figuruar si ndërmjetës, por si garantues. Përfaqësuesi i posaçëm i Unionit Evropian, François Leutare dhe James Perdue i Shteteve Bashkuara të Amerikës, kuptohet prapa perdes kanë qenë edhe emisarët e NATO-s, ashtu që mund më shumë, për herë mundet më shumë, por në momente në politikë them kështu nga aspekti profesional, jo i përvojës tash, nuk flas për përvojë se nuk e kam atë përvojë, ka momente që nuk mund t'i parashohësh. Do të thonë, mendoj se dul një optimum i asaj, po ajo çka duhet të potencohet. Desha të analizoj pak, të ndalem pak tek emri marrëveshja Korrizë e Ohrit. Që do të thotë? Nuk është një ligj përfundimtar, nuk është një akt juridiko-politik përfundimtar, dhe kjo nuk kuptohet, po është si një akt, si një proces që le derën hapur për është më tepër janë parime se sa norma ligjore të përfunduara, dhe këtu është ajo esenca e marrëveshjes së Ohrit, pra le mundësi për një proces të vazhdueshëm për korrigjim edhe plotësim. E këtu kemi interpretim ne me palën Maqedonas së shtet, ato thonë ajo është maksimumi që ju keni, ndërsa ne themi jo, ajo është frym, janë parime nga të cilat duhet të lëvizje shteti. Do të thonë, aty caktohen parimet karakteri unitar i shtetit, të drejtat, multietniciteti, barazia, decentralizimi, ka parime shumë të rëndësishme. E tash është çështja tjetër, bile edhe u definu si shtet i gjithë qytetarëve, që ma vonë u ndryshu në parlament nëntor të 2001-shit, kur u shëndru në preambullën e kushtetutës, prandaj nuk them se ka qenë pak ose shumë, pasi e ka lënë derën qelë. Është proces. Është proces vazhdimisht i hapur, por janë parimet që janë vendu, ato janë aty të konstante, ndërsa gjithçka tjetër mund të avancohet brenda atyre parimeve. Prandaj nuk do kisha folur me fjalorin pak ose shumë. Pasi edhe them, nuk i di rrethanat në të cilët janë zhvilluar. Besoj se janë aktorët edhe pjesëmarrësit në pjesë të tyre gjallë, shqyqir zoti, edhe ato mund ta përshkruajnë edhe shumë më saktë se unë, po thash unë mund ta përshkruaj nga aspekti politologjik edhe se si kanë shkuar proceset. Mendoj se ajo ka qenë optimumi për atë kohë, pasi
Edhe pse pa sukses? Pa sukses se edhe politika u vendu në shërbim të asaj kryengriq. I dha legjitimitet politik. Edhe këtu qëndron ai çelësi i suksesit, se përndryshe mund të shkon merrin kafe tjetër. Kuptoj. Profesor, e parashtrova këtë pyetje për shkak se edhe sot e kësaj dite, domethënë pas 25 vitesh përveçësorit, ende ekzistojnë ato dilemat nëse është gjuha shqipe gjë zyrtare, nëse jemi shtet formues apo nuk jemi, dhe domethënë kontekst të kësaj ishte edhe kjo pyetje. Jo, nuk marrëveshja e orit është një instrument i mrekullueshëm për që ndali e solli paqen. Megjithatë, ne kemi ende segmente që mund të themi se është proces i papërfunduar në aspektin e parazimit të drejtë dhe adekuat, që do të thonë juristët i dinë mas mirë të i kuptojnë kategoritë për cilët flasëm, edhe akoma nuk janë relaksu marrëdhëniet ndëretnike. Një parti politike maqedonase, shihni, po del kundër marrëveshjes së Ohrit, e pa ca vota mburën. Kuptoj. Legjitimitet i pakontestueshëm. Që të zbutet atmosfera. Ka pas një moment kur une me një debat kështu e kam propozu 13 gushtin si fest shtetërore. Pse mendoja kështu? E mendoja pikrisht që të relaksohen marrëdhëniet ndëretnike, pikrisht për këte e ko pas parasysh, si mundësi që të relaksohen marrëdhëniet ndëretnike, të kuptohet se është në të mirë të shtetit. Është jashtëzakonisht mirë që marrëveshja u fut në preambullën e shtetit, është moment shumë pozitiv. Mirë po, nuk mjafton. Nuk mjafton vetëm ajo. Thashë, është një dokument politiko-juridik që u inkorporu në kushtetut që kërkon kohë. Është proces i vazhdueshëm. Po. Që ju ngelën politikë borxëve të... Politikë borxëve vazhdimisht. Kështu duhet kuptuar. Ndërsa unë marrëveshjen e kuptoj si marrëveshje kornijis, edhe pse kornijis, pikërisht se në atë moment nuk ishte shumë kohë, sipas interpretimit tim, që të bëhen të detajizohen gjërat, edhe u pru një kornijis e cila do të plotësohen në të ardhmen. Kështu në këtë dimenzion unë e shiqoj marrëveshjen e Ohrit. Prandaj nuk mendoj se kufizuese, përderisa e pranon sovranitetin e shtetit, shtetin unitar, gjitha gjërat tjera mund të negociojnë, mund të bisedohen në ecje. Dhe kështu ka qenë edhe qasja e lehtësues, u thonin atëherë, do të thonë përfaqësuesit e SBA-s dhe Unionit Evropian. Lehtësues, figuronin si lehtësues atëherë. Po, kuptoj. Profesor, pasi jeni edhe kështu njohës i çështjeve politike dhe i proceseve, desha të kthehemi tani në aktualitet pak. Të shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, dy ciklet e fundit zgjedhore, në zgjedhjet parlamentare të 2024 dhe lokale në vitin 2025, qytetarët kishin vetëm dy opsione, Frontin Evropian në njërën anë dhe në anën tjetër Vlenin. Për dallim nga herët tjera kur kanë pasur më shumë opsione, opozita ka qenë më e përçarë dhe ky garim kështu me dy fronte ta quaj, dy koalicione e zgjoj këtë temën e ekzistimit të vetëm dy partive. Njëra opozitë dhe njëra pushtet. Dhe tani, a mendoni se një sistem dypartijak dhe sistem bipolar do t'ju konvenonte shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, apo ndoshta kur t'i marrën parasysh këto parimet e demokracisë, ndoshta më e shëndetshme për demokracinë është kur ka më shumë opsione. Shqeni, demokraci, çka është e rëndësishme këtu? Është e rëndësishme që partitë mbrenda të funksionojnë si demokratike, mbi parime demokratike, mbrendin e tyre. Mandej, atë kulturë politike e mbjellin, e sjellin në institucione, ndërsa institucionet e disperzojnë në shoqëri të njëjtën kulturë politike, të njëjtat principe, në formë të ligjeve, në formë të normave, në formë të sjelljeve e kështu me radhë. Tash është, po të themi, 2 ose 3 parti janë të nevojshme, më duket shumë mekanike për ta definuar unë se duhet 2 apo 3. Parti politike ka aq sa janë të nevojshme në shoqëri. Mirë po, pse kur teprohen, pse mendoj unë se edhe shumë parti politike zbehet efikasiteti. Një, e para, se gjitha partitë politike në Maqedoni programin dhe kanë shumë të ngjashme njëra me tjetrën. Fare nuk dallohen gati se
niansa kështu. Me përjashtim të më kujtohet Partia Demokratike Kombëtare, e cila e vetme deri tani ka pas konceptin e federalizimit. Të gjitha tjerat nuk janë dalluar nga ky aspekt. Do të thënë nuk kanë pas nuk rregullimin me mrençëm e kanë pranuar si unitar. Prandaj nuk më duket shumë e arsyeshme të kemi 7 apo 8 parti apo fraksione, mirë po diçka tjetër është me rëndësi. Edhe që krijohen koalicione, mirë është krijohet, pasi jetë demokracisë i jep opozita. Sa më e fortë opozita, aq më të shëndosha institucionet, e aq më të motivuar njerëzit që marrin pjesë në jetën politike. Ne kemi edhe opinionin publik pak më specifik. Gjithë komentojnë, interesohen, kur vinë të bëjnë diçka konkrete nuk ndërmarrin. Që do të thotë ka nevojë ende për një demokratizim të shoqërisë. Fundi demokracia mësohet, është proces që mësohet. Ta konkretizoj përgjigjen. Mendoj se për hir të efikasitetit edhe për hir të ligjit zgjedhor, kodit zgjedhor, di subjekte politike më mirë do ta menaxhonin votën. E do të ishin më efikas në kërkesat e tyre, mirë po dohet një organizim pak më i mirë fill, se sa nuk është ndoshta është edhe në mendsinë tonë pak ai mentaliteti bajraktarizmit që lindi shumë parti, dihet, me statute duhet të definohen, ai që i humb zgjedhjet shkon. Ose patëm rastin e një parti, më duket te Zjedin Sela, që tha 2 mandate dhe shkoi për kry. Do të thonë që parim i shëndosh, sa ju përmbajtën tash është qetër çështje, po si parim është i shëndosh. Edhe duket se në këto zgjedhjet e fundit viti 2024, për shkak se ekzistohen vetëm 2 koalicione, ta themi, shqiptarët arritën edhe një numër rekord të deputetëve. Të dyja këto koalicione prodhohen gjithsej 32 mandate të që ka qenë asnjëherë nuk ka qenë më herët. Që besoj se është si pasojë asaj se kishte vetëm 2 parti. Përqendrimi i votave. Formula e Dontit e mundson ashtu, Edhe nuk janë shpërnda votat, nuk janë zhdukur, si më thon, nuk janë humbur. Dhe pikërisht këtu deshta të ndalem se tani në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë edhe në kuadër të Kuvendit të shtetit është formuar një grup pune i cili bën ato përgatitjet për përpilimin e një kodi të ri zgjedhor. Aty u morën vesh këto liderët edhe në takimin e liderëve. Edhe një çështje e cila u ngrit aty ishte që Maqedonia të organizohet si një njësi zgjedhore. Për dallim prej tani, për shembull kur kemi 6 njësi. A mendoni se ky koncepti me një njësi zgjedhore do t'ju kishte konvenuar shqiptarëve apo në përgjithësi për krejt shtetin, është më i mirë ky sistem me një njësi zgjedhore? Tash ky sistem zgjedhor, ky model zgjedhor është miratuar në vitin 2002. Që thotë mbas konfliktit të 2001-shit. Besoni në atë është intervenu 33 herë. Që thotë janë bë arnime, intervenime, korrigjime, kryesisht të karakterit menaxherial, komisioneve, domethënë të karakterit teknik, 33 herë. Asnjëherë nuk është intervenuar në atë pjesë që është esenciale. Cila pjesa esenciale? Pra pjesa esenciale është numri i njësive zgjedhore, edhe modeli i listave. Kjo pjesa esenciale. Po për pikpamjen time nga këndvështrimi im, më e rëndësishme se njësia zgjedhore është e lloji i listave. Pse? Dhe them se nuk e di unë për këtë, e di që ka formuar një grup, po ai kanë marrë parasysh edhe modelin e listave apo vetëm numrin e njësive zgjedhore. Tash për shqiptarët a humbin a fitojnë, mendoj se dallimi nuk mund të jetë shumë i madh, aty do të jetë, nuk mund të flas pa dhënë për llogaritje precize. Edhe nuk e sugjeroj, por si model ku përfitojnë edhe partitë e vogla politike faktorizohen, edhe që e mbi të gjitha bashkësitë më të vogla etnike, një njësi zgjedhore konvenon më tepër. Tash, përsa u përket shqiptarëve, do ta përllogaritim saktë, ta shohim që të mund me kompetencë flasim, për sot nuk mund ta flas këtë. Mirë po, besoj se kjo temë që 4-5 vitet e fundit disa herë nuk kanë ardhur deri te rezultatet. Shpresoj tash të vinte një propozim konkret
Megjithatë, pjesë e ndryshimeve gjithsesi do të jenë edhe modelet e listave, që konkretisht lista të hapura. Pasi ne tani kemi qytetarët e japin votën, nuk kanë fuqi politike. Ato që janë pronar të kapitalit politik të votës, nuk kanë më kontroll ose ndikim mbi deputetët, atë kanë liderët partijak. Pra, kemi një diskrepancë. Vullneti këtyne, fuqia e liderëve. Kjo e mundson modeli zgjedhor, këtë e mundson modeli zgjedhor aktual me lista të mbyllura, edhe liderët kanë shumë pushtet politik, e përcaktojnë se kush mund të jetë. Prandaj esenciale do ishte shumë domethënëse për demokraci, nëse hapen edhe listat, edhe qytetari përveç se të votoj, edhe të mund të zgjedh. Kjo është esenciale. Të ketë ndikim të drejtë të drejtë. Të ketë ndikim, fundit të shihet edhe mundësia të futet edhe një kategori tjetër, mundësia e revokimit të deputetëve. Tani aktualisht në deputeti e merr mandatin prej poshtë, partia në fakt nuk e merr as deputeti, nuk na paraqiten kurkund. Kur e rrethojmë partinë, ndërsa mandatin ja dorëzon partisë. Nëse i shkarkohet, japin dorëheqje kështu me radhë. Domethënë është një situatë jo e lakmueshme edhe jo favorizuese për demokracinë. Besoj se këtu edhe një dukuri tjetër negative, ndoshta tash nuk e di sa është e lidhur me këtë çështjen e listave të hapura, është edhe kalimi i deputetëve nga njëri tabor në tjetrin. Sepse qytetari e jep votën, sepse e ka për shembull opinionin e tij opozitar ose në favor të pushtetit dhe e jep me atë qëllim. Mirpo ai deputet pastaj pasi e merr mandatin, pasi kur formohen koalicione qeveritare për formimin e qeverisë, kalojnë nga njëri tabor në taborin tjetër. Dhe këtu i bjen se pastaj vota e qytetarit ka shkuar huq, sepse deputeti ka ndryshuar bindjen. Jo që ka shkuar huq, po është keq përdor. Do të thënë keni të drejtë plotësisht, është një problem esencial që në moment ai legjitimohet me një koncept politik tjetër të zgjedhësit, tek votuesit, ndërsa mandej kalon me një tabor tjetër që mund jetë një koncept tjetër politik. Pra, është një problem që vërtet na e përcjell, pra është edhe një nga problemet madhore që e përcjell demokracinë në konsolidim tonën. Do të thonë që akoma e kemi një konsolidim, që duket sikur zgjatën pak më tepër konsolidimi. A do kenë guxim partitë të merren edhe me atë çështje, që në moment kur filan Fisteku kalon, e le mandatin aty ku e ka marrë. Ja le partisë. Nëse mbeten listat e mbyllura, do të thonë logjikisht të çalën e partisë mandatin kur transferohet. Është kjo një problem vete që kërkon një debat shumë më specifik. Por nëse janë tek listat e hapura, atëherë mund të kemi një fuqizim të deputetëve se thotë unë këto vote e ku marrë vetë, lutem, ama i ku marrë vetë si person edhe rreshtohem ku duan. Prapë na çilet një problem tjetër. Do të thonë është një hapësirë në sistemin zgjedhor që përsëri edhe ajo do të marrë një epilog të zgjidhet, ti merret një epilog se përndryshe janë kompromituese për demokracinë. Edhe janë zhgënjyese për qytetarët, ndikojnë tek apatia e qytetarëve, tek mosdalja në votime, ashtu që në përgjithësi ndikohet edhe në moment që ke mundësi të ndikosh në procese demokratike, dihet se ke mundësi të ndikosh edhe në organe shtetërore, në institucione shtetërore. Mendoni se kjo zgjidhja me lista të hapura mund të ndikojë edhe në daljen më masive të votuesve në zgjedhje? Sepse siç e shohim kemi disa komuna ku edhe censusi nuk arrihet. Po, lista të hapura ishte muhabeti se i partive politike pak më herët mund të ketë 3-4 vite kjo punë, se fillim do provohet me lista të hapura, unë shpesh e kam bërë këtë çështje, kështu ka ardhur mundësia, edhe thanë se për zgjedhjet e vitit kaluar që u mbajtë lokale, fillimisht do ta testojnë në për listat për këshilltar me lista të hapura. Mandej, nëse ajo funksionon, do ta vendojnë edhe në zgjedhjet përgjithshme për listat e partive për në parlament, që nuk ndodhi asnjë as tjetër. Ajo do të ishte si një test, ndoshta. Si një test, si një paraprgatitje, ta shohen edhe partitë veten ku janë, i kalkulojnë hesapet e veta partijake, që për pikpamjen time nuk ka nevojë për ashtu, se ne kemi i vetmi event me lista të hapura në
Ballkan është Kosova, Ballkani Perëndimor, Po. që funksionon me shumë sukses. Edhe një njësi zgjedhore. Një njësi zgjedhore është, edhe ka edhe diskriminim pozitiv, themi, për shkak se për pakica që janë në cenzusin zgjedhor atje, të regjistrimit të popullatës, vlen cenzusi zgjedhor 1%. Tash në detaj nuk mund ta elaboroj, po e them është një sistem shumë efikas edhe për dha demokraci. Një vend i dal nga një konflikt shumë i rënd, nga okupimi, çdo moment që ndgaçë për 45 ditë të organizojnë zgjedhje pas një konflikt, do të thotë është shembull shumë i mirë pozitiv. Edhe pse mos mund të bëhet edhe dika tjetër, konkretisht te ne me lista të hapura, që vërtet do të prodhonte një fuqe të masave në politik, për atë se ai që ja ka dhënë votën X personit për deputet për përfaqësues, do kujdeset pak ta kontrollojë atë votën e vete, ashtu siç kujdeset i kontrollojë edhe parat kur i ka në bankë. Do të thonë e kalon një kapital te dikush, i thotë ty të kom votu, mos më korritish. Do të thonë ka edhe këto raste. E rrit përgjegjësinë politike. Po, kuptoj. Profesor, tash dalim me një temë tjetër, ajo është çështja e integrimit të Maqedonisë në Unionin Evropian. Dhe tani më është e njohur botërisht se pengesa kryesore për Maqedoninë për të filluar bisedimet në Unionin Evropian është çështja e përfshirjes së bullgarëve në preambulën e Kushtetutës. Dhe këtu, siç shihet nga këto elitat politike maqedonase, posaçërisht këto të cilët tani janë në pushtet, domethënë janë kategorik që mos i përfshin bullgarët në Kushtetutë dhe refuzojnë këtë gjë. Tani, si mendoni ju se këto duket se maqedonasit kanë ndonjë frikë nga futja bullgarëve në Kushtetutë, mendojnë se ajo pastaj mos ketë pasoja dikun tjetër, po cili është mendimi juaj, pse maqedonasit frigohen atë tepër që bullgarët t'i fusin në Kushtetutë? Kjo është pak problemi më i thellë. Për shembull, para marrëveshjes Prespës, që u nënshkrua në qershor 2018-s, ka qenë marrëveshja për fqinjësi të mirë me Bullgarinë 2017, në korrikt me sa më kujtohet. Mandej si pjesë e asaj erdhi marrëveshja e Prespës, që u zhbllokuan disa procese, konkretisht me ato zhbllokime u antarësuam në NATO me 27 mars 2020-s. Mandej erdhi protokolli me Bullgarinë i Maqedonisë për realizimin e marrëveshjes për fqinjësi të mirë, ku parashihet çështjet identitare, historike, kulturore, do të thotë jemi sinqert, çështje mjaft sensitive të ndjeshme, po para pa të rregullohen. Bile sa u formuan edhe komisione, u ndal ajo punë, nuk e di pse, me siguri me ndryshimet politike që ndodhen tutte ne, u ndal edhe ajo punë. Problemi ekziston. Vetë fakti se janë të nënshkruar dy marrëveshje që e pranojnë problemi ekziston. Tash, orientimi më i mençur do ishte sikur sa më parë të kapesh me problemin. Në moment që ti mendon se nuk do kapesh me problemin, do të ikish problemi të ke gjithë, nuk e ke gjithë, veç sa rëndohet. Pra, ato çështje për cilët që marrëvesh me nënshkrimin e protokollit me Bullgarinë në vitin 2022, janë pjesë e kornizës negociuese të Maqedonisë me Unionin Evropian. Maqedonia formalisht i ka hap bisedimet me Unionin Evropian. Me mbledhje ndërqeveritare, Komisioni Evropian, Qeveria e Maqedonisë, më duket se ka qenë korrikt 2022-shit. Mirë po, praktikisht nuk ka hap asnjë kapitull. Pra është një pengesë, them midis rrugës, një pengesë shumë e madhe që don zgjidhje. Ideja se ne do presëm çka do dale, se mund të ndodhë diçka shumë e madhe, që nuk do na i kërkojnë të ardhmen, është vërtet është ide jo e qelluar, por se ky bashkim evropian që tash përplasjet me Amerikën në raportet ndërkombëtare të reja që Evropa tenton të paraqitet si faktor botëror krahas Kinës, SBA-s, Rusisë. Besoj se nuk për këto që presën se mund shkatërrohet Evropa, që ta them, Unioni Evropian kote kanë. Do të thënë mund të reformohet, mund të transformohet, mund të pësojë ndryshime, po për të heqë dorë prej kërkesave nuk heqin dorë ato. A fut në agjendat e kornizës negociuese
bashkimi e vepran Maqedonia e Veriut. Prandaj mendoj se problemi ekziston tek zgjidhja ekziston tek ballafaqimi me problemin. Nëse është friga për identitetin kombëtar, për substancën kombëtare, Maqedona se duhet bisedohet me bullgarët. Çka mund të korrigjohet? Momentin që e sheh që nuk mund pësoj ndryshime, pasi është thellë në agjendë, atje është fut, atë nuk ke çka, duhet të realizosh ato, pasi çdo vonesë ka kundër efekte. Mos e merrni ju për patriotizëm nëse të ikin 200-300.000 të ri prej Maqedonisë lindore dhe as prej Maqedonisë perëndimore. Si rezultat i zhagitjes së problemeve. Nuk ka patriotizëm kur të ikën pjesa më vitale e popullatës. Se një ditë do merresh me atë problem. Herët apo vonë do merresh. Sa më parë, më mirë je dhe zhvillohesh. Ndoshta të zgjidh ky problem më herët, nuk do kishim edhe kaq shtetësi bullgare këtu. Kaq sa ka tash. Sakt nuk i di dini Rreth 200.000 thonë. Folet ajo shifër, e konfirmuan edhe institucionet e Bullgarisë zyrtarisht, po ndoshta nuk do kish nevojë për shtetësi bullgare. Do të thonë shihni kundër efekte civil më një herë si rezultat i zhagitjes. Prandaj sa më herë që të kapesh me problemin, pasojë që më të vogla. Pastaj sot i shohim këto luftra që bëhen në lindjen e mesme, duket se e gjithë bota politika ndërkombëtare është në disa periudha shumë të turbullta dhe çdo qëndrim jashtë ombrellës së Unionit Evropian besoj se paraqet edhe rrezik si shtet. Fati i kombeve të vogla edhe i shteteve të vogla është të treshtohen me të mëdhejt. Unë besoj se edhe me ancarimin në kuadër të NATO-s, të raporteve SBA, edhe të vendeve antare të NATO-s nga Evropa, mendoj se NATO do mbijetojë. Pavarësisht se kemi atë ndarje të krahu perëndimor, që janë SBA dhe krahu lindor i NATO-s, kushtimisht të them kështu, që janë shtetet evropiane. Një do ngel edhe me Bashkimin Evropian. Bile sa ajo që nuk të mbyt të forcon. Unioni Evropian mund të dalë më i vitalizuar nga këtë përplasje ndërkombëtare, sesa që është. Deri tani, kemi sinqert, janë mbështet në sigurinë amerikane. Tash e kanë pasë se nuk mund të mbështeten. Zgjidhja e Ukrainës e mobilizon Unionin Evropian si tërësi vendesh më demokratike, që mi sinqert, më të zhvilluara, ku njerëzit kërkojnë jetë më të mirë. Pra, ashtu që mendoj se sa më parë miratimi i amandamenteve kushtetuese sjell benefite, sjell zhbllokimin e rrugës për Unionin Evropian dhe sjell benefit për qytetarët. Këtë mendoj. Mendoj se qeveria aktuale që është, i kanë shpenzuar edhe mundësitë e ndryshimit të marrëveshjes, edhe me Bullgarinë, edhe me Unionin Evropian, me sa shohun nuk ka gatishmëri tek ato të ndryshohet diçka, edhe te protokolli, po edhe te agjenda negociuese e vitit 2022. Ashtu që mbetet detyr shtëpie të miratohen ndryshimet kushtetuese. Tjetër rrugdalje e mund të jenë të dhimbshme, mund të jenë mund mos sjellin benefite politike partijake në shtet, po janë të nevojshme. Edhe disa pretendime se në Unionin Evropian do të bëhen disa reforma ku pastaj do të hiqet kjo drejta e vetos që Bullgaria mendoj se ato janë vështirë të realizohen. Prandaj thash, nëse priten këto, se edhe di shpëtojmë në situatë rasia do na shpëtojmë, mendoj se janë diçka që mendime utopiste. Mund të hiqet e drejta e vetos për diçka, po janë tërësi, për disa aspekte, miratimi i buxhetit, ose diçka ashtu, jo i buxhetit i ndihmave, çështje tjera. Po kur është çështja për pranim, është janë vendime strategjike ato, që ato janë brenda në familjen europiane, edhe ti tash një antar nuk pyetet brenda, dëshiron ende antar qirë. Detyrimisht do të pyeten. Do të thonë, deri në atë segment të relativizohet vetoja, nuk besoj se do shkojë. Në periudhën e fundit këtu në skenën politike të shqiptarëve të Maqedonisë, një temë, do të thonë, që po zhvillohet është se Tirana zyrtare dhe Prishtina zyrtare ka një ndikim të madh në partitë tona politike. Respektivisht mendohet se Partia Socialiste e Edi Ramës ka ndikimin e saj te opozita e sotme, te BDI-ja dhe te të tjerët, ndërsa nga ana tjetër Albin Kurti ushtron ndikimin e tij te Vleni. Tani këto
si mendoni ju këto, mos të quajnë ndërhyrje, se nuk duhet ndoshta të shohim vetëm në aspektin negativ këto, mos i quajnë ndërhyrje apo si ndikim, po a mendoni ju se a mendoni se këto na bëjnë mirë, domethënë këto ndikimet që vijnë nga Shqipëria dhe Kosova, dhe a mendoni se ne si shqiptarët e Maqedonisë së Veriut kemi kapacitetet tona intelektuale që të bëjmë një politikë kështu më autentike, ta them, apo të pavarur? Tash të filloj nga kjo e fundit. Për kapacitete, e kemi dëshmu që kemi kapacitete, edhe atë thash, këto ditë do e festojmë 36 vjetorin e organizimit partisë parë politike, do të thonë kemi kapacitete, nuk diskutohet aty. Po çështja ne si vllai më i vogël i aty në dy shteteve kombëtare që kemi, gjithsesi se kemi nevojë për ndihmën e tyre, nuk kontestohet kjo. Mirë po, forma se si jepet ndihma është çështje tjetër. Bilesa Shqipëria në anenin 8 të kushtetutës, pika 1 dhe 2, e ka për detyrim kushtetues të interesohet për pozitën e shqiptarëve jashtë shtetit. Do të merre kushtetutën e IKEA, aty shumë decit. Kosova nuk e ka, këto se janë rrethana qira. Mirë po, unë jam që ne të bashkëpunojmë me ato, të marrëm mendimin e tyre, po jo të formulojmë platforma në Prishtinë në Tiranë, për arsye se i futim në hipotekë edhe ato dy shtete, të ndërkombëtarët, edhe vetvetes ja lidhim dorët, këtu të kërkojmë diçka se kërkesa prej që nuk është autentik. Domethënë është diçka që do të mendohet shumë mirë, pasi ka kundërefekt. Shpesh ka kundërefekt. Kujtoj juve janar 2017 kur u bë platforma e partive politike, kur u bashkuan në Tiranë në Shkujtën, sa kohë këtu është fol, Tiranë s'ka platforma. Domethënë me paragjykim. Tash besoj se ato duhet ta kuptojnë ndihmën edhe monirën si mund të na japin. Për shembull, ka vendime strategjike që janë preambulla, ndryshim zavendësimi 20% me shqiptar, gjuha, e tjera. Kemi rastin kur ndoshta marrëveshje e Ohrit, mandej do kthehem te kjo, do duhet plotësohet me kategori tjera. Ndihma do të jepet te çështjet që janë me karakter kombëtar, jo partijak. Se këto përcaktimi nga Prishtina përcaktohen për njërin koalicion, nga Tirana për koalicionin tjetër, neve veç se na përçajnë këto. Sinqerisht krijojnë fërkime edhe më të mëdha. Ajo që ka thash, që mbeta se mendoj se duhet të insistohet të ardhmen, jo devalvimi i marrëveshjes së Ohrit. Se thash, është proces i hapur, nuk është ligj i mbyllur, janë parime, bile te parimi i Badinterit duhet futet edhe vendosen gjykatën kushtetuese, duhet vendoset formimi i qeverisë, duhet vendoset buxheti, edhe duhet vendoset marrëdhëniet e jashtme që të futen në atë që kërkohet votimi dyfisht. Krahas çështjeve që janë aktuale, më duket se menenin 48 janë të definuar, çështjet kulturore, identitare, po të futen edhe këto 4 çështje, pasi janë shumë të rëndësishme për të ardhmen e shtetit dhe për vendime strategjike, që të kemi mekanizma, të kemi kornizë, të kemi mekanizma kushtetues, ligjor që të pengojmë fërkimet e ardhshme politike. Mund të jenë edhe të natyrave të ndryshme, po të kemi një kornizë ku të bazohemi dhe të ecim përpara. Profesor, edhe një pyetje që kisha se më përpara u ndalet pak te kjo punë e migracionit, se e shihni këtë dukurinë shumë negative që shfaqet, që ka filluar ka më tepër se 15 vite, po si duket se kohët e fundit ka një tempo të përshpejtuar kjo çështja e migracionit. Ishim, domethënë, dëshmitar se në zgjedhjet e fundit lokale kishim dy komuna shqiptare që janë ku nuk arrit as censusi i dalës prej 33% dhe kjo besoj se pastaj do të reflektohet e njëjta edhe në zgjedhjet të tjera. A ka ndonjë mundësi që shteti duhet ndërmerr ose partitë ose në përgjithësi gjithë shoqëria, çka mund bëhet diçka që të ndalet kjo tempoja e lartë e emigracionit? Këtu duhet strategji për ndaljen e emigrimit edhe kthimin atyre që migrojnë. Do të thonë strategji, program qeveritar, program platformë jo qeveritare, bile shtetërore, të jetë me konsenzus të gjitha partive, që të ndalet, mundësisht të kthehen ato që kanë shku, që kanë gatishmëri të kthehen, të stimulohen në forma ndryshme. Kjo nuk bëhet me deklarata nëpër mediume,
të ministrave dhe të funksionarëve përfaqësuesve të gjithë të shtetit, kjo nuk bëhet vetëm për zgjedhje, kjo bëhet me një platformë, program kombëtar për ndaljen e emigracionit, edhe eventualisht stimulimin për rikthim të atyre që kanë dëshirë të rikthehen, pasi edhe që nuk është kushtet çfarë, kemi kontakte në flasën, kemi të afërt njerëz që bien informata burimore, mundësit janë. Këtë problem e ka pas Polonia më herët, një migrim shumë të lartë, mirë po me ngritjen e standardit jetësor, besoni jo 100%, po një pjesë shumë e lartë e të emigruarve është kthy prapë atje. Në kemi përvoja se janë të mundshme, mirë po do të ofrosh mundësi. Kjo nuk bëhet vetëm me vullnet politik, kjo bëhet me masa konkrete, ekonomike, punësim, perspektiv për të rinjt, veçanërisht për të rinjt. Me thënë, nevojitet program kombëtar për ndaljen e emigrimit edhe rikthim të atyre që duhet. Kemi ekspert, kemi universitete, kemi njerëz që merren me çështje, kemi mundësi, kemi edhe resurse për ta hartuar një program të tillë, edhe institucioni për të realizuar një program të tillë që do të ishte në dobi të të gjithë. Zotrin Hyj, unë ju falenderoj që ishit pjesë e misionit tonë dhe për kohën që ndat për të qenë këtu me neve. Faleminderit për ftesën. Shpresoj që të kemi dhënë përgjigje sadopak deri diku në pyetjet e parashtruara dhe të kontribuojmë në sqarimin e dilemave në opinion. Po, Faleminderit edhe një herë. Faleminderit.